kemi sërish në studio dhe në këtë pjesë të programit do të flasim për një këngë virale të krijuar me inteligjencën artificiale. Është një këngë që i kushtohet Mimoza Ahmetit. Kam kënaqësinë të bëj një bisedë sot me Jora Gjonin, menaxhere projekti. Jora, përshëndetje, mirë se vjen në Living Day. Mirë se gjeta. Najsi të mirë pres. Gjithashtu. Shumë komplimenta për punën tuaj. Faleminderit. Më ka pëlqyer edhe mua kur e kam dëgjuar këtë këngë, ashtu si shumë kusht tjetër që e ka dëgjuar, së fillim ka bërë përshtypje edhe teksti, edhe muzika. E kam vendosur në pikpyetje nëse është inteligjencë artificiale apo ishin këngëtar ata që e këndonin, por gjithçka u konfirmua, është realizuar me inteligjencë artificiale në çdo element. Do të flasim për secilin prej tyre, pasi ta dëgjojmë pak këngën, dakord? Patjetër. Kur ajo flet, Shameti, e vetmja pa filtra, Mimoza Ahmeti, fenomeni lir, më e theu se deti, shmenduri e bukur, Mimoza Ahmeti, takoj vetën, sa njerëzit i duan të thonë të vërtetën. Disa mendojnë se fjalët e tua të lodhin kur mungon fantazia. Këto gjëra ndodhin. në do të jesh i lirë, më sot të ndeshesh mirë, mos u trem nga era, trego që ke vlera. Sot ndeshesh mirë, kur të mbyllen të tëra, shpirti që s'bërkullet, se mund do ta skëtera. Kur ajo flet të bobo Shameti, e vetmja pa filtra, Mimoza Ahmeti, fenomeni lirë, më e thellë se deti, shmenduri e bukur, Mimoza Ahmeti. Kur ajo flet të bobo Shameti, e vetmja pa filtra, Mimoza Ahmeti, fenomeni lirë, më e thellë se deti, shmenduri e bukur, Mimoza Ahmeti. Ti si e vetëm poete, je zot që çan murin, je grua që me vargje, gode dhe... Jora, pse një këngë për Mimoza Ahmetin? Në fakt ishte ideja e producentit që e ka realizuar, por Moza është shumë virale në këtë periudhë, domethënë, edhe shumë inspiruese për gjithë ne, na frymëzon me mënyrën se si ajo është, kështu që edhe një këngë ishte shumë e bukur për të realizuar për të. Si realizohet një këngë përmes inteligjencës artificiale, duke nisur nga teksti, muzika, pjesa e klipit është e dukshme? Është një staf njerëzish gjithmonë mbrapa që i realizon këtë pjesë. Ne tek faqja jon kemi producentin që realizon këngët, që ka realizuar mbi 500 këngë që përveç klientëve, kemi dhe këngë që i realizon ai nga frymëzimi i tij 100%. Edhe Moza ishte një ndër këngët që ka realizuar ai nga Aja të Zhëja. Si ta kuptojmë këtë pra, që i realizon nga fillimi deri në fund? Okej, si fillim ai vendosen disa fjalë kyçe, le të themi, për tekstin. Tekstin e ka ndërtuar ai komplet. E ka ndërtuar ai komplet tekstin, thjesht me idenë e vet ka marr disa fraza të Mozës që janë bërë virale, disa tituj poezish të saj. Edhe pastaj mënyra se si ka ardhur ajo tek njerëzit, se si e shohin njerëzit atë, edhe ideja e vet se si e shef ai Mozën që ka ndërtuar tekstin. Dhe më pas muzika?
Në momentin që ka tekstin gati, pastaj kalon në muzikën për gjenerim, që mund të bëj shumë versione, unë të paktën kam dëgjuar pafund versionet të kësaj këngës, por që këtë mbajtëm si versionin më të bukur të mundshëm. Versionin zyrtar që më pas zgjotet ta ndani edhe me të gjithë ndjekësit tuaj dhe u kthye për hir të së vërtetës në një hit, në një këngë me një viralitet shumë të lartë. Keni komunikuar me familjarë të Mozës, me miq të saj? Para pak ditësh, një nga vajzat e stafit komunikoj me vajzën e Mozës, sepse normalisht dhe ne duam ta hedhim në YouTube dhe na duhet që të marrim dhe një leje për këtë. Kemi folur pak me të, por që shohim në vazhdim. I kishte pëlqyer shumë kënga se i kishte dëgjuar. Përveç se i kishte pëlqyer kënga, duhet ju jap ajo të drejtat për ajo tha nga ana ime, nga ana ime keni të drejtën komplet, tha, plus që dhe Mimo për Mimozën nuk është tip tha që i mbetet qefi për këto gjëra, kështu që besoj që do jetë okay. Por ju duhet të prisni fundin e Ferma VIP apo kur Moza të dal nga Ferma VIP? Do shohim, nuk kemi diskutuar akoma këtë pjesë. Ka marrë shumë klikime? Sa klikime ka marrë? Ne vetëm në Instagram, TikTok edhe Facebook e kemi hedhur deri tani te faqja jon. Një pjesë, sepse ne vetëm 2 pjesë të këngës nuk e kemi hedhur të gjitha akoma. Ka vajtur gati 300.000 shikime, tjetra gati 200.000. Pra, duke marrë parasysh që ne kemi një ekskluzivitet që e sillni të gjithë këngën këtu nga fillimi në fund, që mund ta dëgjojë i gjithë publiku. Deri tani keni zgjedhur që të postoni vetëm sekuenca, po themi, të 2 pjesë të këngës janë hedhur. Më thua producenti është kujdesur për tekstin. Po, nga fillimi në fund. Ishte ai një person që e njihte më përpara me Mozën, a kishte lexuar ai diçka nga Moza Ahmeti? Nga afër jo, por që në dijenin time e njihte si personazh Mozën, e dinte se me çfarë merrej Moza. Unë personalisht për herë të parë Mozën e kam dëgjuar tek Ferma VIP, që ishte ajo fraza dua të filtrohem. Edhe po pesja të thash, po kjo kush është? Dhe ai ma shpjegoi domethënë dhe kishte informacione goxha. Bëm përshtypje që Moza ka patur një pëlqyeshmëri dhe një ndikim edhe frymëzues tek një brez që nuk e ka njohur më përpara, edhe veprat e saj. Si njeri pa filtra që është shumë inspiruese si njeri. E ndjeni këtë tek brezi i ri që ka komente që janë përfshirë dhe po kërkojnë edhe të lexojnë poezinë e Mozës. Po, unë kam nisur të lexoj disa prej poezive të Mozës. Njëra ishte Mos e gjyko veten dhe frazën e kemi përfshirë te kënga. Nëse do të jesh i lirë është një prej poezive të tjera që kam lexuar para pak ditësh. Do të vijoj, do të jetë një proces apo do të apo realizohet misionin tuaj vetëm me këtë këngë për Mozën? Do vazhdoj. Më thuaj që ka patur shumë versione. Po. Ka patur disa, sepse ne gjithmonë kur realizojmë një këngë, provojmë versione dhe në zhanra të ndryshëm, jo vetëm në një lloj zhanri, dhe ai producenti më pas gjet atë që i përshtatet më tepër tekstit, se që për veshin e atij duket më bukur. Ju në këtë rast u orientua drejt asaj që do të pëlqente publiku? Jo, në fakt, ne provojmë gjithmonë zhanre të ndryshëm për këngët që realizojmë, edhe kjo u duk më goditësja në këtë rast. Po, qëllimi është realizuar plotësisht. Po. Edhe kënga është thyer në një hit, ka patur një viralitet i jashtëzakonshëm, e kanë mbështetur të gjithë ata që e mbështesin edhe Mozën brenda Ferma VIP, po është edhe një këngë që të fton kështu në reflektim, por edhe në kërcim në të njëjtën kohë. Jura, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi të flisnim për këtë projekt, i cili na ka bërë përshtypje. Shumë faleminderit juve. Faleminderit miq që qëndruat në shoqërinë e Living Day në orën 21 të gjithë sot përpara ekranit të Vision Plus. Shohim spektaklin e Ferma VIP. Mirupafshim, mbrëmje të këndshme dhe fundjavë të mrekullueshme ju uroj. Faleminderit.